ky është filmi i vetëm shqiptar që është prodhuar në Hollywood dhe mbi gjitha është prodhuar në 6 shtete të botës. E para. Tatim ku jemi. E dyta, është i vetmi film shqiptar me histori shqiptare që është prodhuar në Hollywood nga një producent shqiptar. Ai producenti është që ky Fatmir Bardhosi. E treta, është i vetmi film shqiptar, hollywoodian apo shqiptar, çfarëdo, në historinë e kinematografisë shqiptare, që ka një casting kaq të lartë sa ka në këtë film. Këtë aktorë të Hollywoodit dhe klasës A në Hollywood. Dhe këtu bëjmë fjalë për aktorë të nivelit lartë, siç është James Bond, George Lazenby, Eric Roberts, Robert Miano, Robert Lasardo, janë emra të klasës 1. Kështë që farqike bre Eugenia Kuzminia, kush është? E ku e lam... Së do më përgjeshma, mësë përgjeshma. Po që jeni farë shejtani dhe në netë, jezë nuk rri pakas mu. Së shatë nga... Qështu vëlla kam të shkru ne, ka kalzu sigurimi i Shqipërisë.